Përshëndetje të gjithë dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Po ju hap me pak vones sot sepse jam marrë me punë, përfitova se Jasona për herë të parë të paktën pas shumë kohësh fjeti diku tek një orë e gjys. Edhe me vrap fillova lava balkonin sepse ishte bërë vërtet shumë e plur. Po nuk e laj dot me ujë kur është Jasona dhe vetëm e fshi dhe është shumë e vështirë me të. Kështu që e kam bërë xhic që të luajnë fëmijët edhe të jetë i pastër. Kështu që nuk ju mora dot sepse bëra me vrap se nuk e dija se kur do zgjohej. Dhe kështu. Këtë kam bërë tani në mëngjes. Kam bler dhe kafen që ta pi. Tani më ka ngelur edhe dreka për të bërë. Do përpiqem ta bëj me Jasonën këtu. Do ta gënjej me ndonjë lodër, me ndonjë gjë që të rri. Edhe pastaj të vemi të marrim Ailën. Sot është dita e fundit e tetorit, është 31 tetor dhe po mendojmë të shkojmë në Athinë, në Villaç quhet. Do vemi sepse bëhet shumë, është si kënd lojrash i madh. Ne kemi qenë gati vit për vit, më duket se vjet nuk ishim, edhe vitin e Covidit që ishin mbyllur. Vjet isha unë shtatzane, përgatiteshim për shtatzanin edhe nuk vajtëm dot. Ndërsa këtë vit po mendojmë të vemi, dhe që se Ajla i ka shumë qef, edhe ajo me zi po priste në fakt, ishte shumë e lumtur. Si që thash sot, do vemi për Halloween atje tek këndi lojrave dhe nesër kemi dhe një pak zim, është e shtunë. Nuk është se i njohim ata, por kumbara e Ailës, kushërira e burrit, do na ka ftuar se e pagson ajo atë fëmijën. Kështu që do vemi dhe atje dhe prandaj ju hapa dhe videon që të tregojmë dhe pak gjëra interesante, jo çdo ditë të njëjta gjëra. Se po mendoj që të bëj dhe vlogmas, më duket se ju kam thënë prap, dhe mendoj se në vlogmas gati do të jenë dhe pak përditshmëri, prandaj tani përpiqem që të kap këto gjërat e veçanta. Këto ditë kam bërë dhe disa blerje, po i kam vendosur në përvende dhe çfarë të shikoj në shtëpi do t'ju tregoj, se bleva disa gjëra, pak gjëra për kuzhinën, kështu te këtu gjëra. Edhe kështu. Ika tani se po vete ora 11 dhe më duhet që të bëj drekën që ta kem gati. Kemi ardhur këtu te parkingu ku vim që parkoj makinën, vemi marrim Ailën. Dhe po kemi ardhur pak shpejt sepse vajtëm pak tek dyqani i fëmijëve që ka rroba dhe bleva disa kostume për Jasona. Sepse do vemi për Halloween dhe nuk kisha për sonte një kostum të lezetshëm për foto. Kështu që i gjeta disa, i kam gjetur këtë që do t'ja vesh sot. Ja si është me këto, nuk e di tigër është, nuk e di çfarë është. I gjeta Ailës 2 golfe, do na duhen për pak më vonë që do ftohet koha. Tjetër i gjeta dhe përsëri Jasonas një kostum tjetër. Ishin shumë lirë, imagjino kjo është 4,99 si kostum. Përsëri një kostum tjetër të thjesht që të ndërohet. Dhe i fundit, që si material më pëlqeu më shumë,
është ky. Ja. Duken si të mëdhenj, por nuk janë. Ky më duket sikur është dhe më i plot, edhe më mirë sepse do filloj të ulet koha, do ulet temperatura avash avash. Ndërkohë Jasona tani që ndalon makina nuk qëndron tek vendi i tij dhe kështu që sa marri majlën, shumë burri që prete makina me Jasonën, e mba këtu para, pastaj e lidhi mbrapa sepse nuk qëndron, nuk do. Edhe prandaj është këtu tek unë, po sot ditë natyrën, po shikon njerëzit që parkojnë makinat që do vend marrin fëmijët. Tani po pres burrin, do takonte një shok edhe do vi që të mbaja Jasonën këtu, mos ta marr me vete, edhe te ki ta marrun. Meqense burri sot ishte premte dhe mbaroi shpejt sot punë. Edhe kështu, këto ishin. Të vemi në shtëpi, të ham, të qetësohemi edhe të shohim çfarë do bëjmë. Nuk kemi plan derisa të ikim. Sa po hëngrëm edhe bukë, thjeshtat ishin bërë shumë të mira. Do filloj që të bëhem gati, se duam dhe ja 2 orë që të nisemi, po të jem gati dhe pastaj të filloj me fëmijët, meqense fëmijët po vijnë mban burri. Kështu që të shikoj një herë se çfarë do vesh, se nuk ka kam iden fare. Kam këto 2 palë xhinset që i kam blerë te Gjenemi, por janë shumë të gjata. Po mendoj që t'i pres. Të provoj një këto blut. Janë shumë të bukura, por janë shumë të gjata. Po mendoj që t'i pres, edhe më duket se kam që kthehen me hekur, dhe të vesh këto. Do shikoj. Kam një që si punë ngjitsi që me hekur ngjitet ajo dhe vetë si e kthyer, pavarësisht se këto ka nevojë për qepje, por fillimisht tani, meqense më duhen sot. Po i mas njëherë me këto që më rrin shumë mirë dhe më pëlqejnë dhe nga gjatësia. Okej, nuk pas kam nevojë shumë sipas këtyre. Edhe të shikoj. Nuk e di po do i pres edhe mirë. Po i provoj një herë kështu si që janë, me ato çizmet që janë me pak tak dhe të shikoj pastaj. Nuk e di se sa duken, por po ti vesh me këto çizme, rrin pak fare të gjata, siç i vesh unë, por të normalja. Kështu që nuk po i ngacmoj fare, që mos t'i prish se më vjen keq. Janë shumë të bukura, më pëlqejnë shumë edhe nuk kam shumë qejf që t'i prish vetë. Edhe po i mbaj kështu, më pëlqejnë. Pastaj për t'i vesh me atletën në përditshmëri, do t'i çoj diku se nuk dua vetë që t'i ngacmoj. Kështu që do vesh dhe një bluzë të thjeshtë, besoj se dhe një si punë xhaket të shikoj, sepse është si freskët tani, dhe të bëjmë gati, të lyhem pak, të rregulloj pak flokët, besoj se do t'i shtri, edhe të rregulloj edhe këtë rrëmujën që mos të bëj shumë rrëmuj nëpër shtëpi, që kur të vi mos të kem shumë fare gjëra për të rregulluar dhe po. Kështu që rregulloj me këto. Isha para disa ditësh në Jusk dhe kam bler këto. Prej druri ishin shumë lirë, 10 copë, 6 euro gjysmë, edhe ngjan dollapi shumë bukur. Kam akoma nevojë, por për momenti të shikojmë kur do vete, nuk e di. E kam pak fare larg edhe vete nuk vete do pa makinë. Prandaj them që nuk e di se kur do vete. Nga një
tjetër ditë, që të premten që ju kam hapur dhe ju kam folur, dhe sot është e hënë, kam 2 ditë që nuk ju kam folur, sepse të shtunën kam filmuar vetëm disa pamje nga pagëzimi, të dielën nuk filmova fare se me fëmijët në përshpinë në përkëmbë nuk dija që të filmoja. Edhe sot, po, që filloj rutina, qua Majle në kopër, sepse kishte edhe burri disa orë pushim, kështu që më ndihmoi ai, e quam bashk. Mora një pako nga Temu, edhe kafe, vajtëm pak në supermarket, morëm kos qumësht dhe avokado, kështu që pastaj u kthyem. Burri iku në punë, ja sonën e zori gjumi, ndërsa unë do mbledh shtëpinë. Por fillimisht thashtë ju hapja dhe të flisja pak, sepse nuk kam folur, ju thash që të premten. Të premten vajtëm për Halloween, ju tregova që po veshim dhe gati, por atje ku vajtëm ne, ishin mbyllur ato lodrat e mëdha që të argëtoj Ajla më shumë, ishin mbyllur. Neve na kishte thënë një shoku i burrit, shiko se ato janë mbyllur këtë vit, nuk do jenë nga që do i riparojnë, do i rregullojnë. Po ne tham të provonim një herë fatin dhe vajtëm atje nuk kishte. Kështu që me qenë se atje nuk ishte dhe Ajla u mërzit goxha, vajtëm në Jumbo, që është afër, dhe t'i blinim ndonjë gjë çfarë të donte ajo. Ajla bleu goxha gjëra nga këto crafts që vizaton e bën, mbushin një çantë të mirë atje, dhe po, bleva dhe unë disa gjëra që më nevojiteshin, me qenë se vajtëm, dhe po ua tregoj tani shpejt e shpejt. Me qenë se për më pak se një muaj fillojnë këto dekorimet e pemëve, unë filloj që të blej nga një gjë çfarë më duhet, jo shumë gjëra sepse kam, edhe kam bler këtë pemën e vogël, sepse më duhet për këtu te kuzhina, do shikoj se ku do ta rregulloj, por më duhet një me patjetër. Kështu që mora këtë. Kjo ishte shumë e lira dhe po më pëlqen. Do të hapet të rregullohet, por jo tani, kur të vijë ora të merrem me të. Tjetër, kam marrë një badi ose tutin, më duket se quajnë këto, për Jasonan, sepse nuk i kisha për gjumë. I kisha marrë një në Lidl, por ajo është me çorape bashkë dhe Jasona nuk i vesh qënë shumë me to, edhe kështu që nuk e ka qejf, edhe i mora këtë. Tjetër, i ka marrë Jasonas nga këto çorapet që kanë këtë pjesën këtu, janë si punë peshqiri nga brenda, edhe po uroj që t'i bëj se ai po i rritet këmba goxha, dhe i ka marrë 2 pako të tilla. Mora dhe një çadër, nuk ishte shumë cilësi e mirë, por imja më ka humbur, më duket se është tek depo e burrit, nuk e di si ka vajtur atje, ndoshta e ka marruar te makina dhe burri që ka pat në makinë i ka çuar atje, ose në motor, nuk e di si ka vajtur, atë kam patur, e kisha material shumë të mirë, edhe mora dhe këtë që t'i kishim të dyja, se kur vemi marrim Ajlën për shembull, edhe bieshin na duhet. Janë disa libra, por nuk po ua tregoj kështu me hollësi, sepse janë për advent kalendarin e Ajlës. Këtë vit do bëjmë advent kalendar, e kemi atë kështu, sepse kemi marrë në Lidl vjet, por vjet nuk bëra, nga që unë linda dhe kisha dhe probleme të tjera me shëndetin, kështu që nuk pata mundësi të dilja dhe të blija shumë gjëra. Kështu që këtë vit do t'i bëjmë. Ju thash për çorapesh dhe këto, dhe mora dhe disa këto Doritos, shumë të mira, kush i ka provuar, janë fantastike. Mora 2 pako vetëm, sepse nuk dua që të ha shumë nga këto gjëra. Sepse kam të goxha akne këto kohë, nuk e di pse, edhe nuk dua që ta bëj më keq gjendjen e fytyrës. Këto ishin gjërat që mora. Ju thash ato gjërat që mori dhe Ajla.
Dhe kaq, erdhëm në shtëpi pastaj se vajti goxha vonë edhe për gjumin e fëmijëve. Në të nesmen jemi quar, jemi bërgati, kemi ikur në pakëzim. Ishte një pakëzim i thjesht, i bukur, i lezetshëm. U kënaqëm dhe atje. U erdhëm pak me vonë sepse vajtëm dhe në tavernë dhe prandaj dhe nuk ju hapa, nuk ju fola. Të dielën në shtëpi, shi me fëmijët, edhe kështu. Sot kam marrë dhe një porosi nga Temu që më kishte ardhur. Ja ku është pakua, këtu ka shumë gjëra. Disa nuk do t'ua tregoj. Nuk do t'ua tregoj sepse janë të datëlindjes së Jasonas. Shumë pak gjëra, sepse do ja bëj goxha të thjesht. Kam disa ide, por nejse, nuk do të flas shumë për datëlindjen e Jasonas. Besoj se do të jetë vlogmasi nëmër 1 për vlogmas dita 1 për datëlindjen e Jasonas. Kështu kam plan që ta filloj një javë para, por të shohim, do flasim kismet. Kam marrë edhe për Krishtlindje pak gjëra, të shikojmë se ku janë. Kjo duhet të jetë. Po. As këto nuk po I hap shumë. Këto janë mbajtës e qiriu. Shikoni se çfarë ngjyre të bukur që kanë. Edhe si cilësi duken goxha të mira. E habitshme, por po. Janë këto kështu. Nuk po I hap më shumë, sepse tani nuk më duhen, edhe me fëmijë për kohë. Këto ishin shumë të lira dhe për cilësinë ja vlejnë. Aty tek 2 euro, 2 euro e gjysmë, diçka e tillë. Tjetër gjë, kam marrë dhe disa libra kujtimesh. Ky është pak I vogël, mendova se ishte pak më I madh. Ailes në fakt unë ja kisha bler që ishte I gatshëm, ka përralla, ka vende për foto, të shkruash detaje të gjitha, ja ka marrë dhe në shqip. Ndërsa për Jasona mendova që kisha parë në Pinterest që t'ja bëja vet, të mirja një blog edhe t'i çoja muajin e parë, muajin e dytë, t'ja shkruaja vet të gjitha, t'ja bëja më të lezetshëm. Por më duket si pak I vogël. Nishin qese. Ja të shohim si është. Ka këto. Edhe është kështu. Nuk e kam parë unë për madhësinë, por duket pak I vogël, por gjithsesi me këtë do ta fillojmë dhe më vonë, po gjetëm diçka më të madhe, më të mirë, do të vazhdojmë me to. Ailes ja kam patur deri në 3 vjeç, kështu që ishte goxha e mirë, por s'ka problem. Edhe Jasonas do ja rregullojmë me këtë, të paktën vitin e parë. Tjetër, edhe kjo është për datëlindjen. Këto janë disa geta, nuk janë për mua, janë për punatën time, kështu që unë nuk po I hap, sepse janë të mia ato. Kam marrë dhe një album për ato fotot e vogla që kam blerë të printerit, edhe të printoj foto të vogla dhe t'i vendos këtu. Është I thjesht. Atje në foto duken kush e di se çfarë, kurse kur vin këtu habitesh, surprizohesh. Një gjë tjetër është për Ainën, janë çizme. I kam marrë një palë çizme të gjata. Shikoni se sa të lezetshme që janë. Kanë edhe këtë këtu që më pëlqejnë, këtë detajn. Janë të lezetshme, uroj që të jenë fix për të. Këtu është dhe pjetra, mos ta hap. Për datëlindjen
Këto më duket se janë ngjitësa për foto, më duket. Po, ja, se u hapën. Nuk e di s'kanë një foto këtu, por ngjiten këto, ngjiten në fotot në mur, më duket. Kanë ngjitës nga të dy anët. Janë 500 copë, nejse. Mendova më shumë për këtë albumin e Jasonës. Përsëri për datëlindjen. Për datëlindjen, se qau dhe Jasona. Përsëri për punatën dhe edhe kjo është që ngjit kështu dhe kjo nuk është për mua. E donte ajo që ta provonte. Unë nuk e kam dhe nuk e di nëse është e mirë apo jo. Ky ishte edhe hauli, mua mu zgjoa Jasona do vete ta marr dhe do filloj që të bëj disa punë, kam rroba për të mbledhur edhe shtëpinë kështu. Kështu që ika tani dhe shihemi pak më vonë. Këtu. Mere topi? Mere? Këtu? Ja! Ja! Bravo, Jasona! Torpa? Bravo, Jasona! Sot si ditë me shi, unë edhe Jasona nuk kemi bërë as edhe një gjë të madhe, kemi luajtur, ka bërë në një punë të këtu kur më ka lënë Jasona, dhe kaq. Po shifja që kjo video ka vajtur goxha e gjatë, kështu që po mendoj që ta mbyll. Mos harroni të bëni subscribe sepse më ndihmoni shumë dhe më motivoni. Dhe ne do shihemi në videon tjetër. Mirupafshim.